Dhe kjo mandej na tregon edhe atë disrespektin në një komunikim të shëndosh. Për faktin që nuk jemi të vëmendshëm 100% derisa tjetri e përfundon një fjali, qoftë thjesht apo më gjatë. Që tu është me rëndësi me thonë diçka, masi ta s'po du me ndërprej. Do me majtë jo, vazhdoje. Kështu që po du me thonë që si shoqëri nuk e kemi pas shumë të vështirë mandej edhe pjesën e një komunikimi jo shumë të vlefshëm në pranit të tjetrit, edhe ndoshta nuk e kemi dhënë rëndësi edhe muhabetit që kemi bu me njëri tjetrin. Për atë arsye po bazona në këtë lloj fakti që ne si shoqëri e kemi pas shumë të akseptume edhe të pranueshme këtë pjesën e muhabetit. Dorën zemër, këto rrjetet sociale i kanë dhënë gojë edhe do njerëzve që kur s'kanë folë. Më thonë, ja u kanë mbulu atë pjesë. Për këto janë raste pozitive. Sot madje dalim pa dashme paragjiku disa vlera që janë antivlera. Apo më kupton, nuk ka që kanë realisht çka me tregu. Ndërsa personat e tjerë që nuk përfaqen se tek e fundit njerëzit do të më njoftë edhe antivlerat. Patjetër që po na po harrojmë edhe impaktin e madh shumë disciplinar që po e kanë rrjetet sociale. Frekuentojnë të në Kosovë nuk kanë limit në aspektin e legjislacioneve të ndryshme kur duhet me pas qasje me pas përdorim në aplikacione. Do të thonë edhe një 3 vjeçar, edhe një 4, edhe një adoleshent, edhe moshat e shtyme, do të thonë kanë qasje në mënyrë masive dhe pa cenzurë në programet është pjesa e dëgjimit aktiv, tash krejt studimet e fundit po tregojnë që po pse ndryshimi edhe qendra memorizimit. Do të thonë scrolli, lajmet e shpejta janë të pësu ndryshime edhe në vetë formatin e marrës informatave. Pra të fëmijët një problem i jashtëzakonshëm është procesi të nxënit informatave, që janë të pas problem sot, do të thonë si më dhënë si në përgjithësi, për me mbajtë të fokusuar një fëmijë për orat 45 minuta orë mësimore. Pse nuk ndodh kjo dhe pse është tepër e vështirë për shkak të scrollit, i cili ka filluar për këtë arsye thash më herët qenia njerëzore një lloj të keq që po e shqyq kushtimisht e ka që adaptohet shpejt. Scrolli i vazhdueshëm ka bërë që me pas transformime edhe në qendrën e memorizimit dhe jemi të prirur shumë për informacione tepër të shkurta, blitz. Momenti që zgjasim debat, tentojmë të shpjegojmë në skema më të gjata, do të jemi shumë tepër jo interesant edhe nuk jemi më atraktiv për fëmijët. Por përveç që po humb komplet përqendrimi, që kemi vështirë me majt aktiv një fëmijë ose një klasë për më shumë se 20 minuta është pothuajse idealja me majt 20 minuta aktive. Po shkojnë edhe te marrja informatave dhe tash edhe pjesa tjetër mandej është pas memorizimit mbajtja mend. Që ajo ku shkojnë, sa kapitalizohet që ajo informacion edhe sa kalon në memorien afatgjatë që mandej fëmia me atë informacion me shfrytzu për një jetën e përditshme. Te ky problemi kur folëm pak edhe për çështjet, ne po flasim për me shku mysafirë ose me qëndru klub. Ti e sheh, domethënë në një shoqëri kështu konsumerike, spektaklet, ne në fakt këtu shihet manifestimi i krizës vlerore brenda shoqërisë. Ne edhe tragjedinë kemi bërë pjesë të konsumit, spektaklit. Pra, edhe këto tash në vendin tonë madje ka filluar do transformimi kështu kulturor si rezultat i këtij interaksioni me teknologjinë. Jo keni pa në varrime çka ndodh. Si familjet live shkon varrimi, po kjo është. Kjo është domethënë. Pra, njeriu civilizuar ka krijuar empatia dhe ndjeshmëria ka vdekur. Njeriu civilizuar ka krijuar rite ceremoni pikërisht në respektimin dhe solidaritetin me aktin e tragjedisë. Në çka ndodh tash, gjithçka edhe tragjedia shndrohet në një spektakël kështu konsumerik të mediave. Edhe rrjetet sociale. Kjo është një fatkeqësi. Dhe problemi këtu është që në këtë krizë vlerore kush ka me kry edukimin vleror. Kjo është një problem sepse arsimi të na në fakt është arsim, nuk është shumë edukim i fokusuar. Pra, këtu duhet me bëjmë spori kështu në aspekt edhe filozofik, edhe sociologjik, edhe ideologjik, dallimi midis arsimit edhe edukimit. Ka dallim të jashtëzakonshëm. Ama diçka na ide nuk e kemi kush është për shembull, çfarë po flas diçka Edi dhe Dolce, po e dim që janë puth. Këtë Kosova e din, e kishin pa 10 milion veta video. Ti 10 milion e nishi je, kështu që kjo është dia e sotme. Zonjat e kanë pa besoj. Tema e fundit. Ndikimi në marrëdhëniet personale. Si po ndikon marrëdhëniet personale?